Kanë qenë zgjedhjet që ka pas numër më të madh të dezinformatave. Jem prodhu çaq shpejt dhe shpesh videot me inteligjencë artificiale. Realisht kanë qenë zgjedhjet që ka pas numër më të madh të dezinformatave, nëse i krahasojmë me zgjedhjet që janë marrë në dhjetor dhe në zgjedhjet që janë marrë në shkurt vitit kalum. I kemi vlerësuar rreth 500 postime të rreme në TikTok, në Facebook, në Instagram. Pra për herë të parë kemi vendosur që me një krypometër mi vlerësu 5 deri në 6 postime të rreme për shkak se kryesisht jem prodhu çaq shpejt dhe shpesh videot me inteligjencë artificiale, sot edhe për neve ishte pamundur me i verifiku se cilën dhe se cilës mi a kushtu një artikuj, sepse zakonisht për me shkruajt një artikull neve na pak më shumë kohë, duhet me verifiku, janë disa standarde që duhet me ndjek. Mirë po e kemi ndjek një procedurë e cila na ka mundësu që me i grumbullu 3-4 postime të rreme, me i vlerësu, me i bloku ato që kemi mujt, për shkak se numri ka qenë jashtëzakonisht i madh. Për herë të parë, pra duket që njerëz janë mësuar me përdor inteligjencën artificiale në kuptimin me prodhu video, me prodhu fotografi të manipulune, me prodhu postime që cilat i ngjajnë portaleve ose gazetave dhe me i shpërnda ato për rrjetet sociale, dhe kanë qenë informacione kogja, nëse mund të them ashtu, të rrezikshme. Njëri prej atyre që po du me veçu në fillim është që kemi identifikuar faqe të cilat realisht kanë prodhu video të rreme të prodhuara me inteligjencë artificiale, të cilat simulojnë kinse qytetarët po flasin për situatën në Kosovë. Dhe një seri e videove ka qenë qysh qytetarët janë të pakënaqur me gjitha partitë politike, janë të pakënaqur me sistemin në Kosovë dhe thjesht nuk ja vlen të votohet.